listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be and he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Ku je futur o ujk? Ma dëgjon? Rradha jote, Milo. Shkojmë të luajmë të dy tokë, se ujku nuk na ka dot. Shkojmë të luajmë të dy tokë, se ujku nuk na ka dot. Ujku prap po na pa, do t'ju ha. Ujku ku je futur? Më dëgjon? A ty je? Ujk, dil, ku je futur? A ty je? Unë jam i uritur! Ujku, ja! Hej, mami, mendoj se do të ha ty të parën. Krijesa e vogël po ha krijesën e madhe, ë? Kur nuk më kanë parë si një gjë të tillë. Unë prap jam shumë i uritur. O, zoti i madh. Ky është Milo im. Do të bëj një gostit të madhe. Milo, ndim! Përse po vërtet? Shiko, atje! Atje është një merimang! Atje poshtë tavolinës! Oh, ajo është një merimang shumë e vogël. Shiko sa shumë këmbë që ka. Përse i duen gjithë ato këmbë? Që të vrapoj shumë shpejt. Dhe pastaj të na kap ne? Shpejt! Mendon se erdhi pas nesh? Dikush po ngjitet në përshkallë. Shpejt, nxito! Milo, Judita, ku jeni futur? Mbyllë derën shpejt. Ja ku qënë keni fëmijë. Ku nuk ju kam kërkuar? Një merimang e madhe ka hyrë në shtëpi. Merimangat që jetojnë në shtëpi me ne janë krejtësisht të padëmshme. Përsëri ato janë shumë të frikshme. Ti thua kështu pasi nuk i njeh mirë ato. Unë mendoj se ajo ka më shumë frikë nga ju se sa ju e keni atë. Sepse jemi të mëdhenj? Diçka e tillë, Milo. Krijesa e vogël e ha të madhen. Nuk e kam parë asnjëherë një gjë të tillë. Oh, e po, them se më pëlqen më shumë kjo. Ashtu edhe unë. E shikon? Jo, akoma jo. Po ti? Jo. Merimang, ku je? A më dëgjon? A ty je? Unë po vesh këpucët e mia. Për të shkuar në dyqan. Po mirë, fëmijë, ku e pat merimangën, më thoni? Hajde me ne, mami. Do të ta tregojmë. Pra, ku është kjo merimanga? Hajde, merimang e vogël, dil jashtë. Nuk është këtu. Unë mendoj se merimanga ka ikur. Jo, jam i sigurt që ajo është akoma këtu. Është atje. Hajde të shkojmë, mami. E po ja ku na qënë ka, pas ka gjetur një vend të rehatshëm. Tani mund të shohim se ç'po bën. Por ajo nuk po lëviz. Mbase e ka marrë malli për ne. Ej, ne jemi këtu poshtë, merimang e vogël. Shikoni, po zbret poshtë. Oh, të lutem, mami. Mos u frikso. Krijesat e vogla nuk janë të mëdhat.
his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Ëmbëlsira që ke bërë është e mirë. Unë ngopa gjyshe. Ishe shumë i uritur sot. Më bëhet qefi që të pëlqeo. Tani që mbarove së ngrëni drek, përse nuk shkon t'u hedhësh pak ushqim pulës dhe zogjve të vegjël? Mirë? Ide e mirë. Në rregull gjyshe. Gjyshe? Sa zogj ka pula? 5. Pas ka shumë. Jo, është normale. Tamam si gishtat e një rëzdor. Përse nuk numëron bashkë me mua? 1, 2, 4, 5. Të keqe nëna shumë mirë. Hajini ushqimi pula. Oh, përshëndetje nëna pul. Edhe ata që nga shumë të uritur. Apo jo gjyshe? Vërtet? Unë po shkoj të ushqej patat. Ti do të rish këtu? Po, mua më pëlqej zogj. Shihemi pas pak. Hajde këtu zog i vogël. Shiko se çfarë kam unë. Hajde, mos ki frikë. Hej, mos u largo. Prit një minutë, kam akoma të thëri me buke. Prit, ktheu. Mos ik. Oh, jo. Pat. Hë? Çfarë ndodhi, Milo? Zogjt e vegjël, ata ikën të gjithë. Sepse janë të turpshëm, kështu që nëse ti trëm, ata do të largohen nga ty. Prit, po të tregoj diçka. Shiko. Thiri kështu. Këtu zogu. Hajde, zogu. E shiko, ja ku janë. 1, 2, 3, 4. Oh, gjyshe, mungon njëri. Ke të drejt. Po pyes veten se ku mund të ketë shkuar. Base ka humbur. Patjetër që jo, Milo. Duhet të jetë fshehur diku këtu. Shkojmë të shikojmë atje një herë? Ma prit e mua. Mbase është tek Karroca e dorës. Jo, nuk është këtu. Le të shkojmë atje poshtë. E di gjyshe. Te shtëpia e qenit. Jo, edhe këtu nuk është. Çfarë kërkon ti nëna pul, hë? Më duket se ajo po kërkon zogun e vet. Diti që zogu është foshnja e saj dhe ajo mërzitet nëse nuk mund ta gjej atë. E shkreta pul. Mos u shqetëso, unë do ta gjej bebin tënd. Hajde nëna pul. Tek vazuja e luleve? Jo, nuk është tu, ha? Aha! Eja këtu, shpejtoni në pul. E gjita bebin të vogël, është këtu. Dil për jashtë zogu, nëna jote është këtu. Të lumt, Milo. Falteje, familja është sërish e bashkuar. Jam shumë i zoti, a gjyshe? Vërtet ashtu je, Milo. Jo. Ti duhet të qëndrosh me mamin tënë, zogi vogël, se pastaj ajo do të kërkoj. Shumë mirë, Milo. Faleminderit, gjyshe.
father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Kush do vi për një shëtitje? Unë dua. Po ku do të shkojmë? Duhet shkojnë në qytet për të postuar këtë letër. Shkojmë atëherë. Po nisemi. Por në fillim, po shkoj t'i them mamit që do dalim të dy. Në rregull. Gati për aventurën e madhe, Milo? Ë? Çfarë aventure, babi? Çfarë do të thuash? E po, rrugët e qytetit janë plot me rreziqe të papritura. O, vërtet? Po, ndonjëherë madje duket sikur je tamam në xhungël. Një xhungull e vërtet? Mos do të thuash për kafshë të egër? Po, Wow, me si po pres, papi! Ë? hajde. Shkojmë. Për të mbrojtur, duhet i bësh syt 4 dhe t'i hapësh mirë veshët gjatë gjithë kohës tënde. Rreziku fshihet në çdo kthes, kështu që ki shumë kujdes. Mendon se mund të bësh këtë? Patjetër, papi! Shiko atje tej, papi! Një tuf gjirafash! Nuk duhet të ëmbësh kaq shumë. Ato janë të parrezikshme. Kujdes, është një elefant i ngarkuar. E çuditshme! Ai elefanti vjen shumë herë të keqe. Dikush duhet i bëj një banjo të mirë. Dhe tani ki kujdes, Milo, duhet të kalojmë ngadalë rrugën. Por përpara se ta bëjmë, ne patjetër që duhet gjejmë semaforën. Të gjejmë semaforët se? Po, shiko. Atje, shikon atë. Sa herë që semafori është i kuq, duhet të qëndrojmë në trotuar. Por kur të bëhet jeshil, ne mund ta kalojmë rrugën. Po, jeshilja do të thotë ecësh, por përsëri duhet kemi kujdes. Ej, babi, shiko! Paska edhe Luan në xhungël. Ej, zoti Luan, ne po kërkojmë një kuti poste për të postuar këtë letrën. E kuptove atë që të tha? Natyrisht, unë e flas gjuhën e Luanëve shumë mirë, Milo. Xhungla është shumë e qetë nga këto anë. Kjo do të thotë që mund të ma lëshosh dorën. Nuk jam dakord, Milo. Hidhi një sy asaj shenjës. E shikon? Do të qëndrojmë larg rreziqeve, ne duhet të rim pranë njëri tjetrit. Ata aty duke njësoj si ne. Po, dhe veç kësaj, mua më pëlqen shumë të eci dorë për dorë me ty. Një antilop me një çantë me letra. Kjo do të thotë që jemi në rrugën e duhur, apo jo? Po, le ta ndjekim. Po ne nuk jemi në gjendje të kalojmë këtu. Atëherë nuk ka semafor që të na ndihmojnë. Në këtë rast, Milo, ne duhet mbështetemi tek vijat e bardha që duken si zebra. Është një kalim sekret. E shikon atje, do lëm panterën që të kalojë e para dhe pastaj do kalojmë ne. O zot, ajo pantera hungorin me një zë shumë të lartë. Shpresoj që kjo gjë të mos bëj dëm. Në rregull, më duket se ja dolëm. Ti mund të ecësh vetë tani. Kjo pjesë e qytetit është e rezervuar vetëm për aventurat e xhunglës. Nuk ka kamion të mëdhenj, nuk ka makina dhe as shurmë motorcikletash. Do të thuash që nuk ka më kafshë të egra? Tamam ashtu. Do ta posoj unë letrën tënde. Në rregull. Kaq ishte, babi. Bravo, ti ishe vërtet një partner i shkëlqyer në gjithë rrugën. Po, dhe jam gjithashtu edhe një aventurier i madh. Tani do të na duhet të gjejmë gjurmët tona përmes xhungles që të kthehemi në shtëpi. Po, por këtë herë unë dua të luaj rolin e drejtuesit. Mirë, Milo, na pri për në shtëpi. Ne i shmangëm të gjitha rreziqet e xhunglës. Ti je udhërthyesi më i miri i xhunglës që unë njoh, Milo. Faleminderit, babi. Isha një mësues të mirë.